Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Vëllezër të nderuar, jeta jonë në këtë botë është ditë dhe natë. Është gëzim dhe dëshpërim, janë disa frymëmarrje. Koha është jeta dhe koha që ne e harxojmë në këtë botë është ardh apo argjend nëse dim të shfrytëzojmë në hajër dhe në të mirë. Nëse na ka lënë pa e shfrytëzuar për të mirën tonë dhe të kombit tonë dhe të fesë tonë, atëherë mund t'i themi me emër ose mund t'i vendojmë një emër tjetër. Sepse jeta jonë dhe koha në këtë botë është ndonjëherë më shumë se sa pozita, më shumë se sa emri që I posedon, edhe më shumë se gjithçka që neve na duket hajër dhe mirë në këtë botë. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "E fa hasibtum annama khalaqnakum", a menduat ju se ne ju krijuam juve abathan kot, wa annakum ilayna la turja'un, e se ju te ne nuk do të ktheheni. Nëse ne si njerëz në këtë rast si muslimanë analizojmë pse jemi në këtë botë dhe çfarë detyra kemi, çfarë obligime kemi, atëherë vërtetojmë se Allahu Xheleshan nuk na ka krijuar kot. Vetëm se me humb kohën, me flet, me ec, mu dëfri, mu knaq, e asesi mu marë ma atë që është parsore, ma atë që është primar. Ka fituar edhe ka shfrytzuar kohën ai I cili e ka kuptuar se është krijuar për të adhuruar Allahun. Ai I cili e nxen dhe mëson Kur'anin për mendj dhe din ta lexon. Ai I cili e shfrytëzon kohën me Allahun subhanahu wa taala. Ai I cili e shfrytëzon kohën duke u marrë me dituri, duke nxanë dituri. Ai I cili e shfrytëzon kohën duke ndejt me familje, me fëmijët e vet, me xhamatin e vet, me shokët e vet, duke bo vepra të mira e kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iqtanim khamsa ose khamsan qabla khamsin", shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Iqtanim shababak qabla haramak, shfrytëzoje rinin tënde para se të vjen pleqëria. Shfrytëzoje rinin tënde para se të vjen pleqëria. E dytë, dhe më thënë janë 5 gjëra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka përmend këtë hadith, edhe njëherë do të përmendem. E para, shfrytëzoje rinin tënde para se të vjen pleqëria. E dyta, shfrytëzoje jetën tënde para se të vjen vdekja. E treta, kohën e lirë para se të zihesh me ndonjë vepër, me ndonjë punë. E katërta, shfrytëzoje shëndetin para se të sëmurësh. Dhe e pesta, shfrytëzoje pasurinë që të ka dhënë Allahu para se ta humbish atë. Të ndershëm vëllezër, Allahu Xheleshanuhu në Kur'an thot: "Inna kulla", ose "Inna kullu man fi samawati wal ard", me të vërtet gjithë shka që Allahu e ka krijuar dhe ka në qiell dhe në tokë, "illa atija ar-Rahman abda", të gjithë krijesat do t'i paraqiten Allahut si rob të Allahut.
pa marrë parasysh çfarë pozite ke, në çfarë gjendje je. Secili prej nesh do të paraqitet para Allahut si rob. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sepse Allahu xhaleshanuhu i ka evidentuar, i ka shkruar, çdo gjë ka shkruar në mënyrë të saktë dhe e ka evidentuar. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Edhe secili prej nesh ditën e gjykimit do të del para Allahut vet. Pa marrë parasysh këtu sa ke qeni fort, se ke pas njerëz pas vete, e çfarë ushtrie ke pas, para Allahut do të dalësh vet. Innal ladhina amanu, me të vërtet ata të cilat kanë besuar, wa amilu salihat, dhe kanë bërë vepra të mira, se yaj'aluhumur rahman ghudda. Allahu xhaleshanuhu do të fut dhe do të krijon në zemrat e tyre dashuri, respekt, sjellje të mirë, etik. Të ndershëm vëllezër, tre kategori të njerëzve jetojnë në botë, sa i përket muslimanëve. Kategoria e parë që Allahu xhaleshani ka përmend në Kur'an, ajetin e kam lënë në fund, do ta citoj dhe do ta përmbyllim këtë ligjërat të sodit inshallah. Kategoria e parë që neve na takon, ne jemi brenda kësaj, është zalimun li nafsihi, ai i cili e dëmton vetvetën, ai i cili është anti vetvetes, ai i cili i bën keq vetvetes, ai i cili i bën padrejtësi vetvetes, është zalimun li nafsihi. Pse është zalimun li nafsihi? Sa ai jeton brenda kësaj bote, ose shkon pas epshit, pas dëfrimit, pas qefeve, kohën nuk e shfrytëzon si duhet, ose e humb kohën, tërësisht koha e tij është e pavlerë. Do më thonë jeta e tij është lojë dhe dëfrim. Haje dhe pije, edhe ma shumë gjumë, shkon dhe vjen, a asë se si me e kuptu si një dit vetë do të delë para Allahu subhanahu wa ta'ala. Do më thonë, ne kemi një kategori të njerëzve që tojnë në brenda nesh, edhe ne të gjithë fatkeqësisht i njohim, kalon ka xhamia, nuk vjen xhami, nuk e respekton babën as nanën, nuk e ka dëshirë fort shkollën, nuk e shef me natë dhe me ditë, e kur ta pyesish ku ke qenë, thot kur bi me flet, unë flej 48 orë pa u zgjuar hiç. Nuk intereson asgjë. A baba i tij ose prindi i tij mërzitet dhe mundohet me hoxhallare, me njerëz, edhe mërzitet se djali im është në këtë gjendje. Po nuk është një, janë ma shumë e ma shumë. Dhe me thonë, ki kujt i bën keq, vetë vetës. Ama nuk ka mundësi ne si tri, me thonë une vetës i bëj keq. Po, e vërtet është, vetës i bën keq, ama mos haros edhe familjes ja komplikon jetën. Edhe familjes ja përzin kablot. Lam që ban jetën, edhe tande, edhe të familjes tande. Nuk ka mundësi ti me thonë une vetës i bëj keq, e vërtet është që vetës i bën keq. Mirë po edhe babën e mërzit, edhe nanën e mërzit, edhe vllaun edhe motrën, edhe rrethin, para mendoje rinia jonë me qenë krejt në gjupë. Edhe problemi më i madh i këtyre fitimeve tash me këta lojrat e reja që kanë dalë, në këtë gjendje do të na sjellin ende më shumë.
shkurtrit e tanë mundohen me fitu pa punu. Se një shef ma di ma të telefonat $32, i tjedi 54, i tjedi 70. Kur ta shof nesër, hoxha, a ka be di një uj me ma frinë se hitë jam mirë, pse? I kom hump $3,000. Po ka dalë me të u lafdroshe që i fitu $32, të është kur i humbe 3.000. Ma e keqo se kina mu dembelizu. S'ka puna, s'ku s'punon ma. Telefonin me një qosh atje, edhe në shpi ka problemaj. Ai nuk e sheh babana, ka përcena, nanëna, fmita, i haron krejt. Me fitu, veç me fitu. Kjo me shfridzu kohën, ose me hargju kohën, ose me humb kohën, ma mirë me thonë. Se me shfridzu kohën i vjen kur e shfridzon në aspektin pozitiv. Unë prap se prap nuk hi ma thell me dhonë fetfa se qka janë këta punë dhe si janë këta punë. Po vetëm se du me thonë që ka në botë njerës që janë të fortë shumë edhe mundohen gjithsesi në të gjitha mënyrat që me dembelizu botën, me vëndu në gjumë. Edhe disa njerës në botë, ata mu vetë. Se zatën vetën ata, se e kanë shejtanin me vetë, e kanë kuedi, krejt të këqijat i kanë me vetë. E ta shpara me ndoj rinin tanë, kur të na humbe me njëherë. Edhe filanive o mekanik e kalon punën, pse ka fitu $75,000 për një javë. S'ka faj njëri çka i duhet me hi nërker atje, të konë se fiton. A i tjetëri elektriçar e kalon punën, pse $60,000 i ka fitu. Ki tjetëri berber edhe kje kalon punën. Po ki mjeku edhe kje kalon punën. Hoxha dhajsh, mos den hudh bese, i ka fitu $100,000 u ka smu për kjefit. E kush ka me punu këtu, kush ka me... A qaj që ka lajnë ne mendojnë asë janë këtë dunja. Ama kur të humë në krejt, pas taj mule në djuhën tonë Shqip, me i gjetë ata që frinë se sinan të rezi. Unë e mendoj të ndryshëm vëzër që rinia që anë këtë loj, pa marë parasysh, a halal, a haram, a pak halal, a pak haram, nuk hinë atë qështje. Ta dini se në kanë vëndu në gjumë edhe atë thejrë, në kina qenë pak në gjumë, ta shende ma shumë, e ka më jarë koha që kina mëra me frejt, krejt, komplet. Si a i ashabul kef, 309 vetë kur të zdjohemi, mas 300 vjetëve, opa, në tjetër dynja, nuk e dina ku kina me qenë. Po mos ta krasoj se ato ndrishe, historinë e kanë, e në ndrishe. Në mesi hapur, jina të flejtë. Me mendjet këthellët, me muslimallëk, me familje, me kretë, jina në gjumë. Me shkolla, me të mesme fakultete, jina në gjumë. Ma ketë se mi bo vetës keq nuk ka. Me qenë anti vetë vetës, me i bo padresi vetë vetës, kjo është gjendja janë që jemi duke jetu tash. Allahu në Kur'an thot, kem të reku min gjennatin wa ujun. Kjo vlenë bashkë për ne tash. Thot sa kopshte e të mira e kroje i kanë lanë njërzit. Wa zurujin wa maqamin kerim. Edhe sa të mbjella e sa vendet të bukura i kanë lanë. Wa ni'metin kanu fiha fakihin. Edhe sa të mira i kanë përjetuar. Kedhalike, mirë pa Allah thot kështu, do me thonë, që ata të mira që i keni ju, edhe jeni në gjumë, nuk do në mi shfridzu, Allah jep një popullit tjetër. Kedhalike wa awrathnaha qauman akharin. E kështu pra, pasi që ju, unë ja u dhash, ju nuk do një mi shfridzu, unë ja dikuj tjetër. Shumë herë në ka ndodhë të mirat që Allah në ka dhonë neve, ata një kanë thonë një fjallë më pleçni tonë të vjetërit, thonë rëski janë në faket të tërkujtë. A disa keqë kjo. Rëski ki para derëzme,
Që ti të buran një rësk, së në shfridzon ti. A i kjetri ma larkë, e shfridzon. Ama jo që ai të ban për drejtësi, po ti disi, ave pas Allah, hajdeve se disi me gjumë kam problem, s'mundë mu. Hajde ti. Ki pa rapt, e disa naftën e kanë. Këtë dënjaja u knaqë me parat e tyre dhe me naftën e tyre, u knaqën. Ata së ndalin prej locit. Kjo i thonë rësk, Allahu kur ta qonë rëskin të dera, nër shpi i bërën nafta. Ku të prejkës atë të naftë, ama na faket dikuj tjetër. Pse se si t'jesh dembel, si t'jesh frikat sak, si ta mendojsh këtë dënja veç me qefe, kështu të ndodhë. E inshallah s'na ndodhë edhe ne. Grupi i diti njerëzve që jetojnë brenda nesh janë ata që janë mesatarë. Du me thonë, nuk e lanë ibadetin, mundohen me falë farzin e namazin e zekatin e haxhin, mirë po ma shumë ja. Du me thonë, ta bam as ma shumë, as ma pak. Edhe nësi i thuti, falve dhe një na file, ose dhe një na file, dhe një dita gjeri, jo, e thot, mësë më gucë. Unë e qëj farzin në vend, që ato obligimet që mi ka dhamë Allahu subhanu wa ta'ala, haramet nuk i baj, nuk kam dëshirë me i bon padrisit dikuj, dhe me thonë, kjo muktësit, o i mesëm. Ama nëse e krahason me që ata që flejnë, kjo hiper i mirë. E dy kur të baj që sab njonin që flejnë, sa baj tjetëri që dhe në gjami, dalimi o si nata me ditë. Njoni që punon e tjetëri që s'punon, si nata me ditë. Edhe grupi tret që jetojnë brenda nesh, janë ata sabikun bil khairat. Ata janë njerëzit që lene se duan tauhidin Allahun subhanu wa ta'ala, por mundohën me mbrojt fejnë me gjithë shka. Nuk i zetë gjumbi kër e shofin një të keqë. E shofin një jetim, një bonjak, një fukara. A i nuk flenë pa fletë e dhaj. Nëse ka zonë gjumbi qatë fmin që o bonjak, jetim, atëherë flenë. Nëse mahala nuk o rahat, a i nuk flenë. Nëse një nëzënës në glasën e djallit vetë, nuk e ka një laps, a i derit të ableje nuk e zetë gjumbi. Du më thonë, njerës që mundohen me mbajt edhe fejnë, edhe kambin, edhe familjen, edhe me ringrit. Do me thonë, këta quhen grupi tret që ka njerës shtu. Ka njerës, më brenda nesh ka njerës. Thot Sejid ibn Musejjeb, rahimullah, thot ta njerës që flejnë pak, edhe kur zgjohën nga gjumi, i thonë vetë vetës. Qohu dhe largojnë të keqe dhe veprojnë të mirë. Edhe i thot vetës, më zgabon dhe njerë me të zonë gjumi namazin e sabahet. Më zgabon me të rejnë qëjtani. E edukon, e nëzit vetën ka hajri, ka e mira. Të ndërshë vëllezër, në këtë kohë kur gjithë shka në afrohet nga e keqja, ne elhamdulillah kemi njerëz që thrasin për ka e mira. Edhe asë njerë nuk do më thonë kjo luft do të ekziston. A mu për shembull çka mërzit se për para 50 viteve jo Serbia, jo komunizmi, jo fashizmi, redenti, ku e di unë, lloj shmëri e kina gjetë si cilën herë një faj. Veç ne mës ta marrë një fajt. Serbia i ka fajt. Jo është e Serbia si ka fajt. Ata me diumbën, Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë nuk i pagun Serbia. Ne me parat e tona. Ne i pagujme dhe gjithë ditën na shajt. Na servojnë, na japin mundësi me hinë gjuna mu knaq. Dhe më thonë, asë gjanë, që mere një medium. Edhe Zotin kërë për Allah, s'ka shansa me thonë Allah, ose Allah i vinë arabisht.
shqip me pas mundësi, i thonë Perëndije, Zote, veç Allah mos na përmendin. Sa mundohen me na bon neve as në këta 3 grupet që i përmend as kanë dëshirë me kene. As në atë grupin e parë që vetës keq i bëm. Jo, ma shumë kanë dëshirë keq me bëm. Edhe kundër të atyre njerëzit që e luftojnë të keqen. Mundohen me luftu të keqen. Do më thonë humbin shumë të mira. Se me dalë tash me e thonë hakun, bajgin njerëzit thonë halal i kofta, qëfar asgani. Po unë se di tash, për para, s'kena gëzu me folë si komunizëm. Kë shkuat i ngoli o tok, edhe nuk e di se ku ke qenë. Po tash demokraci, prap problemo me e thonë hakun. Pse, kur ta thuish ashtu, mos e prej kujshin, e prej katë shokin, i vjen sikur me folë për atë, sikur me folë për këtë. Do më thonë hakun komunizëm, jo, hakun demokraci, jo, hakun luft, jo, hakun paqe, kur du të me thonë. Të ndërshëm vëllezër, njerëzit, ose grupi i tretë janë njerëzit që e duan diturin, e duan Kur'anin, e duan fejnë dhe kambin. A unë e mërziteme kur dobe veç që në të gjojve ati në për mediume, shumë be patriote janë, pasha Allahin, aqë patriotizam kanë sa që dë njëherë thamë zdut me kemë patriote, ma si ata janë në zdut me kemë. Veç me muhabete, në lëdhën. Kambi. Thuat e se në tjertë jena në Mars. O, pasha Allah, nëse ka nevoj për kamp, unë edhe ju, që ju që i kini alë gjami, sot partë kina me dalë. Hajde, ju që i folë një kambi, hajde organizojnë i të qka, hajde, nise, qka të dush? Hajde organizojnë e të shofim, kush ka me dalë i partë? Me hinë nër tenk, ati që s'falesh, që e përmend për ditë kampin, a ne që s'folmi, a më vuajmë dhe zemra në djekë, për këtë që ju e përmendi. Prap, bajnja mend. O, vallajnë e matë mirina. Pse? Po si një njeri që o fetar, pa tjetër me qenë komtar. Një njeri që e do Allahun. O, pa tjetër e ka borç dhe fars me mbrojt se cilën pëllam të vendit vetë. Edhe nëse ka nevoj, gjihadi s'ka brina. Gjihad, s'ka dhe me thonë, me mbrojt vendit, vatanin. Me thonë, ama ashtu na servohet puna në këtë botë, posa që rish këta tantë, disa, ato nuk janë shumë, në 30 vetë, 50 vetë, që hajde edhe 10.000 vetë në tjenë, po në 10 milion tjerë tjena. Ama atë shumë flasin, mundohet gjithë shka që ka lidhje, ka të boje me islamin me shantazhu, me nënshmu, me persekutu, me nëndvlerësu, edhe mundohen. A une, kështu thamë, gjithë shka sot, qka është kundra islamit o terrorizm. Gjithë shka, qka folet kundra fejës islame, kundra musliman o terrorizm. Se nëse vdes dikush sot, atë janë musliman. Nëse hek dikush në të vende, ne jemi musliman. Edhe ku do që shka në botë. Nëse terrorizohet, nënshmohet, persekutohet, dikush janë musliman. Të ndërshëm vëllezër, Allahu në Kur'an thot, thumme awrathna al-kitabe, pastaj ne u alam në trashëgimi librin alladhina stafejna min ibadina, ata që i zgjedhëm nga robërit tanë, mi fëmin hum dhalimu li nefsihi, ama këta robërit tanë do t'jenë një grup që do t'i bëjnë vetës keq, wa minhum muqtasidun, një grup do t'jenë mesatar, wa minhum sabikun bil khairat, edhe një grup do t'jenë njerës që do t'bëjnë vepra të mira dhe do t'mërzitën kur populli janë bën vepra t'liga. Inshallah Allah na përforcon të gjithve. Inshallah Allah na bën për atyre që do të na shohin khairin populli janë në këtë vend dhe gjithkund që jeton. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithëve së bashku
në xhenet nacion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.